Ky është flesh informativ i orës 13 këtu në radiostacionin online. Negociatorët e majorancës dhe opozitës firmosën mbrëmjen e së martës marrëveshje në formën e një projekti rezolute e cila i jep fund bojkotit parlamentar të opozitës. Projekti rezoluta u arrit pasi negociatorët e PD-s u tërhoqën nga dy kërkesat e tyre shtesë të variantit final të propozuar nga dy eurodeputetët. Në fillim të projektit rezolutës theksohet fakti se vendi ynë ka nevojë për dialog politik të qëndrueshëm dhe konstruktiv midis opozitës dhe majorancës në mënyrë që të përmbushen ambicet europiane të qytetarëve të vendit. Policia e Tiranës ka bërë të mundur të arrestojë autorin e vrasjes së 38 vjeçarit Altin Qullhaj. Policia ka vënë në pranga 25 vjeçarin Nergert Tafa, i dishuar si autor i krimit. Ngjarja është regjistruar pas ditën e së martës, teksa Qullhaj ka qenë duke hapur një varr, ndërkohë sipas policisë në ato momente Elgert Tafa, 25 vjeç, banor i zonës, nisi konfliktin verbal me 38 vjeçarin lidhur me afërsinë e varrit me mur rrethues të shtëpisë së tij. Forcat gjënjere kanë zbarkuar në qytetin e Pogradecit, ku do të vijojë prishja e objekteve pa leje përgjatë vijës liçenore. Rreth 30 persona kanë nisur punën në një objekt 7 katësh i ndërtuar për apartamente banimi. Sipas të dhënave prej paraditës të së martës në këtë godinë, ka nisur puna për krijimin e hapësirave ku do të vendoset eksplozivi për shembjen e këtij objekti. Në këtë fazë të dytë, i nuk do të ndërhyjë tek disa objekte mes të cilave lokale, restorante, hotele dhe shtëpi banimi. Sipas të dhënave, specialistët e forcave gjënjere do të punojnë në 3 prej objekteve ku është nevojshme përdorimi i eksplozivit, ndërsa pjesa tjetër do të prishet normalisht. Burimet nga INUK pohuan se për ndërtimin në fjalë ka nisur puna dhe do të duhen disa ditë derisa të jetë gati për shpërthim. Më herët pronarët e objekteve kanë protestuar pasi e konsiderojnë të ulët vlerën e dëmshpërblimit. Hashim Thaçi, tashmë ministri i jashtëm i Kosovës, ka shprehur bindjen se së shpejti bisedimet e ndërmjetësuara nga BE me Serbinë do të kurorëzohen me njohjen reciproke të shtetit të Kosovës. Këtë deklaratë Thaçi e ka bërë në një intervistë për gazetën vjeneze Die Perse, ku ka vënë duke se procesi i normalizimit të marrëdhënieve me Serbinë ka hyrë në një fazë të re që gradualisht do të mbyllet me pavarësinë e Kosovës. Një avion luftarak është rrozuar në provincën siriane të Rakas, një territor i kontrolluar nga militantët e Shtetit Islamik. Kështu ka njoftuar grupi monitorues Observatori Sirian për të drejtat e njerëzit. Edhe pse fillimisht rrethanat dhe identiteti i avionit ishin të paqarta, shumë shpejt aktivistët raportuan se avioni ishte koalicioni të udhëhequr prej Shteteve të Bashkuara dhe është rrëzuar nga militantët të Shtetit Islamik në veri të Sirisë. Avioni besohet të jetë nga Jordania, ndërkohë që fati i pilotit të tij ende është i paqartë. Pavarësisht se mbështetës të Shtetit Islamik publikuan foto në rrjetet sociale ku tregojnë një pjesëtar të forcave ajrore jordaneze të rrethuar nga njerëz të armatosur. Ky ishte flesh informativ i orës 13, miru dëgjofshim në edicione të tjera.